أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falëndrimi dhe adhurimi takon vetëm Allahut të madhruar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, mëshirë, rahmet kërkojmë. E falenderojmë Allahun e madhruar, i cili na udhëzoi në rrugën e drejtë, na bëri prej besimtarëve dhe na i mundsoi edhe një herë që të arrijmë këtë muaj të madh, këtë muaj të mëshirës, muajin e Ramazanit. Selamet, salavatet më të përzemërta qofshin mbi njeriu më të mirë, i cili eci në rrezullin toksor, mbi Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër të sinqertë, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë besimtarët të cilët e kanë ndjekur, e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahu wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti i Allahut qoftë mbi ju dhe familjet tuaja. Ne jemi në një muaj të madh, jemi në muajin e mëshirës, muajin e rahmetit. Jemi në muajin e Ramazanit, muaj në të cilin Allahu xhaleshanu e zbret mëshirën e tij të pafundme për besimtarët agjërues të këtij muaji, për robërit e tij. Prandaj, ne si besimtarë është e udhës, është e rëndësishme që ta njohim mëshirën e Allahut të madhruar, ta njohim mëshirën e Allahut të cilën e ka për neve si rob, mëshirë që nuk e ka askush për dikën tjetër, që nuk e ka as prindri për fëmijën e tij. Është e rëndësishme që ta njohim mëshirën e Allahut me qëllim që të punojmë dhe të shpresojmë në mëshirën e tij. Ta njohim mëshirën e Allahut që të punojmë dhe të afrohemi afër mëshirës së tij, sepse mëshira e Allahut na i kaplon veprat tona dhe mëshira e Allahut është më e madhe se çdo gjë tjetër në këtë botë. Allahu i madhruar ka mëshirë të madhe, është bujar shumë i madh, sidomos në shpërblimin e veprave tona të mira. Allahu i madhruar në një ajet kuranor neve na tregon ku thot Bismillahirrahmanirrahim men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kush vjen me një të mirë ka shpërblimin 10 fish të asaj vepre. Wa men jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. E kush vjen me një të keqe, dënimin e ka aq sa është e keqe atij dhe nuk do t'ju bëhet padrejti. Në këtë ajet Allahu i madhruar neve na tregon se shpërblimi për të mirë është shumë më i madh se sa veprat të cilën e bëjmë, kurse ndëshkimi apo dënimi i gjunohut ton është aq sa e kemi gjunohun ne. Po ashtu kemi një hadith kutsi ku e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Yaqulu Allahu idha arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alayhi hatta ya'malaha." Nëse dëshiron, Allahu i madhruar ju drejtohet me laqeve, atyre të cilët i shkruajnë veprat e njerëzve. Thot Allahu i madhruar, nëse dëshiron një rob im që të bëjë ndonjë vepër të keqe, mos ja shënoni deri në momentin kur e bën veprën. Fa in 'amilaha faktubuha bimithliha. Dhe nëse e bën atë vepër të keqe, atëherë shënojani aq sa është vepra e tij. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana. Dhe nëse atë vepër të keqe e le robi im vetëm për hatër timin, shënojeni atij një të mirë. Wa idha arada an ya'mala hasanatan, e nëse dëshiron të bëjë ndonjë vepër të mirë, falam ya'malha faktubuha lahu hasana. Nëse dëshiron të bëjë ndonjë vepër të mirë, por nuk mund ta veproje, shënojeni atij të mirë sikur e ka vepruar. Po nëse e vepron atë të mirë, shënojeni 10 fish deri në 700 fish shpërblimin e asaj vepre të mirë. Subhanallah, çfarë mëshire e madhe Allahu të madhruar për shpërblimin e veprave tona. Një vepër e mirë, shpërblimi është 10 deri në 700 fish. Një vepër e keqe, dëshkimi është vetëm aq sa e kemi vepruar veprën tonë. Me këtë hadith të qartë, Allahu i madhruar neve na tregon se
dëshkimi apo gjunau jonë shkruhet në momentin kur ne e veprojmë. Sepse nëse vetëm dëshirojmë ta veprojmë një gjuna, por nuk e bëjmë, Allahu i madhruar ju thot me lajkeve, fela tektubuha alayhi hatta ya'malaha. Mos ja shënoni deri në momentin kur do ta veproje. Po nëse e vepron, atëre gjuna është aq se e ka bë mëkatin. Dëshkimi është aq se e ka bërë mëkatin e tij. Po nëse ndonjë besimtar, ndonjë njeri dëshiron ta bëjë ndonjë mëkat, por nuk e bën vetëm për hir të Allahut të madhruar, nuk e bën duke thënë se kjo është haram, nuk e bën duke u friksuar Allahut të madhruar, nuk e bën me frikën se do të largohet nga mëshira e Allahut dhe mund ta fitojë udhërimin e tij, Allahu i madhruar thot, këtë kush e bën, kush largohet nga mëkati vetëm për hirtimin, fektubuha lehu hasana, shkruajani atij një të mirë. Po nëse dëshiron ta bëjë një të mirë, vetëm qëllimin e mirë, dëshiron ti të veprosh ndonjë punë të hajrit, dëshiron të jepësh sadaka dikun, dëshiron të bësh ndonjë punë të mirë, të ndihmosh dikujt dhe nuk të mundsohet, Allahu i madhruar ju thot me lajqeve t'ja shënojnë atë vepër të mirë sikur që e ka vepruar. Do thot një jetë i mirë shpërblehet te Allahu i madhruar. Po nëse e vepron atë mirë, Allahu i madhruar thot 10 deri në 700 fish është shpërblimi për veprën e bërë. Për shumëfishimin e veprave, Allahu i madhruar neve na i tregon një shembull shumë të qartë në Kur'anin famullar. Allahu i madhruar në Kur'anin famullar thot: "Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba." Shembulli atyre të cilët e veprojnë ndonjë, i japin pasurinë në rrugën e Allahut, është sikur shembulli asaj kohres e cila mbillet në tokë, prej saj dalin 7 kallinj. Çdo kallinj i ka 100 kokra. Kjo është prej tokës, Allahu i madhruar tregon se vetëm një kokër e mbjellim në tokë, prej saj dalin 700 kokra. Toka, një krijesë e Allahut të madhruar, jep kaq shumë frite vetëm për një kokrës, jep 700 kokra. Po Allahu i madhruar, krijuesi i tokës, krijuesi i gjithësisë, krijuesi i njerëzimit i të gjithë botrave, jep më shumë se sa krijesat e tij, jep shumë më shumë, është shumë më shumë bujar, mirëbërës se sa të tjerët. Për këtë arsye, Allahu i madhruar shpërblimin e veprave të mira e ka kurzuar që të bëhet vetëm me një kusht, të bëhet sinqerisht vetëm për Allah. Vepra e mirë për të arritur shpërblimet e premtuara nga Allahu i madhruar, kushtin e vetëm e ka të jetë sinqerisht për Allah. Nëse dojmë që veprat tona të mira të pranohen te Allahu i madhruar, të shpërblehen me shpërblime të shumta nga ana e Allahut të madhruar, ta bëjmë sinqerisht vetëm për Allah. Shpërblime të shumta ka për çdo vepër të mirë të cilën e bëjmë. Dhe Allahu i madhruar në Kur'anin famullar na tregon lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ata të cilët bëjnë vepra të mira kanë shpërblime të mira dhe më tepër. Dietarët thonë se fjala wa ziyada e ka për qëllim shpërblimin më të madh që mundet me përjetu banori i xhenetit është ta shohë Allahun e madhruar. Për veprat të mira të cilët bëhen sinqerisht vetëm për Allah, shpërblimi më i madh ta shohim Allahun e madhruar. Kënaqësia më e madhe, përjetimi më i madh që mund ta përjetojnë banorët e xhenetit është shikimi i Allahut të madhruar në xhenetin e tij. Dënimi më i madh për banorët e xhenemit është mos shikimi i Allahut të madhruar. A ja vlen që ta humbim këtë kënaqësi për diçka të kësaj bote? A ja vlen që ta humbim shikimin e Allahut për ndonjë gjë të kësaj bote? Nëse jo, atëherë t'i bëjmë punët tona vetëm për hir të Allahut. T'i bëjmë veprat tona vetëm për hir të Allahut me qëllim që ta arrijmë kënaqësinë e Allahut të madhruar. Po ashtu, Muhamedi alsam neve na tregon se kënaqësinë e shikimit të Allahut të madhruar e arrijmë edhe nëse agjërues. Ku thot Allahu i madhruar, Muhamedi alsam transmeton Buhariu dhe Muslimi se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë për agjëruesin ka dy gëzime. I pari kur e bën iftar dhe gëzimi i dytë kur e takon Allahun të madhruar. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra,
Ky muaj i Ramazanit është muaj ku hapet mëshira e Allahut të Madhruar, muaj ku dirët e rahmetit janë të hapura. Ta shfrytëzojmë këtë muaj që ta fitojmë mëshirën e Allahut. Ta shfrytëzojmë këtë muaj me namazet natës, me sadaka, me lexim Kur'anit, me dhikre dhe me istigfare, sepse edhe sa më shumë të shtojmë istigfaret, që sidomos në dikot, sidomos në kohën e iftarit dhe në kohën e sifirit, me qëllim që të arrijmë mëshirën e Allahut të Madhruar, sepse Allahu i Madhruar ka mëshirë të madhe për robërit e tij, më shumë se sa prindi për fëmijën e tij. Si thot Aliu radiallahu anhu, nëse do të më ofrohej që të më gjikonin në ditën e gjykimit prindrit e mi, do ta refuzoja. Do ta merrja gjykimin e Allahut të Madhruar, sepse Allahu është më i mëshirshëm për mua se sa prindrit e mi. Lutim Allahun e Madhruar që gjatë këtij muajit Allahu i Madhruar të na mëshiron me mëshirën e tij. Lutim Allahun e Madhruar që agjerimin e kësaj dite dhe ditëve të kaluara Allahu i Madhruar të na i pranon. Lutjet të cilët i bëjmë ibadetet e mira Allahu xhaleshanu të na i ketë pranuar. Agjerimin e ditëve në vijim Allahu xhaleshanu të na forcon, të na i pranon dhe nga ky muaj të dalim me mëkate të falura dhe me shpërblime të shumta dhe me mëshirën e Allahut të Madhruar. Edhe një herë, Allahu i Madhruar ju ruajt dhe juve dhe familjet tuaja. Assalamu alaikum wa rahmetullahu wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe rahmeti Allahut qoftë mbi ju dhe familjet tuaja. Walhamdulillahi rabbil alamin.